Vetë identifikimi i pakicave kombëtare ishte në qendër të një aktiviteti të zhvilluar në Bashkinë Dropull me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve dhe komuniteteve. Në këtë takim u theksua rëndësia e deklarimit të lirë dhe të saktë si një element kyç për garantimin e të drejtave dhe hartimin e politikave gjithëpërfshirëse për pakicat kombëtare. So from the Council of Europe we have been supporting. Ne të Këshillit të Europës jemi marrë me mbrojtjen e pakicave kombëtare në bashkëpunim me autoritetet shqiptare për të rritur nivelin e mbrojtjes së tyre. Me ndihmën tonë Shqipëria ka implementimin e 3 akteve nënligjore në mbrojtje dhe në identifikimin e pakicave kombëtare në Shqipëri. Njerëzit shpesh e njohin veten si pjesë e një komuniteti, por nuk dinë ta shprehin dhe ne i ndihmojmë në këtë drejtim. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i komunitetit egjiptian në Shqipëri, Arjan Lile, shprehet se këto programe shërbejnë për t'u ardhur në ndihmë shoqërisë civile dhe mbrojtjes së identitetit të pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Këto programe janë tepër të domosdoshme, siç edhe dëgjuat që është turi i tryezave të rrumullakta, i cili ka në fokus ndërgjegjësimin e pakicave kombëtare për vetë identifikimin e lirë, mënyrën se si bëhet aplikimi, punën që bën Komiteti për Pakicat Kombëtare dhe për projektet që lançon Komiteti për Pakicat Kombëtare që u vjen në ndihmë shoqërisë civile, por dhe vetë komuniteteve që aplikojnë për këto projekte, të cilët kanë në fokus jo vetëm promovimin e kulturës, por edhe mbrojtjen e identitetit, mbrojtjen e profesioneve të humbura tashmë, por edhe nga ana tjetër këto pakica të ndërgjegjësohen për ekzistencën e tyre në ato vende ku bashkëtesa është shumë e bukur dhe shumë e mirë. Pjesëmarrësit u ndalën edhe tek nevoja për rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve në mënyrë që procesi i vetë identifikimit të jetë sa më i besueshëm dhe efektiv. Aktiviteti u organizua nga Komuniteti për Pakicat Kombëtare në bashkëpunim me OSBE, Këshilli i Evropës dhe Bashkia Dropull.